Sot është një ditë me rëndësi të veçantë për kujtesën tonë kombëtare, për identitetin e kryeqytetit dhe të Republikës së Kosovës. Tashmë janë shpallur projektet fituese për memorialin përkujtimor Adem Jashari. I shihni edhe këtu, i kemi si pjesë e ekspozitës që i kemi ekspozu. E koncepti fitues i përzgjedhur nga një komision profesional vlerësues është Zani i Lirisë, ashtu thirret projekti fitues. Pra ky është koncepti që do ta materializoj në hapësirën publike zonin e komandantit legjendar Adem Jashari, duke përcjell fjalët e tij të pavdekshme: besa bes, vetëm një vdekje se tjetër s'ka në jetë, edhe një fjalë e mirë. Ky është projekti i cili e konceptualizon këtë ide në hapësinë publike. Secili e kemi obligim ta ruajmë dhe ta respektojmë kujtesën historike. Jemi shumë të lumtur që ky proces po ecën përpara dhe se tani më do të krijojmë në zemër të Kosovës, në Prishtinë, një dëshmi të përhershme ku do të kumboj përgjithmonë zani i komandantit legjendar Adem Jashari për gjeneratat e ardhshme, për secilin që vjen këtu, secilin turist, secilin vizitor, edhe atëherë kur ne nuk do të jemi më. Pa urime kryeqytetit, urime Kosovës, lavdi familjes të herojit legjendar të generalit Adem Jashari. Kjo faktikisht është koncepti, është qasja e zonit, për shembull, këto janë ato elementet kur thuhet, kur lexohet besa bes, vetëm një vdekje se tjetër s'ka në këtë jetë, edhe një fjalë mirë. Pra ky është aspekti abstrakt i cili transformohet nëse e lexon, edhe del zoni, faktikisht zoni i cili edhe i thot këto fjalë. Pra nëse i lexon këto fjalë, atëherë ritmi i zonit është i transformuar në hapësinë publike, i cili pastaj po ashtu edhe duplifikohet edhe si fontan, si element i cili e ka edhe ujin si pjesë të këtij procesi që ndoshta reprezenton edhe jetën, edhe një cikël të jetës, po ashtu edhe një pjesë që t'jep qetësi shpirtënore derisa edhe e viziton këtë hapësinë monumentale në qendër të kryeqytetit.